E rënë në Verona, 19 vjeçari humbi jetën nga goditja elektrike pasi u ngjit në çatinë e një treni. Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Verona të Italisë. Mësohet se një 19 vjeçar ka humbur jetën tragjikisht pasi arriti të hipte në gardhin metalik të një stacioni treni. I riu Eduardo Mangano kishte dalë me miq të shtunë në mbrëmje për t'u argëtuar në një klub nate që ndodhet pranë stacionit të trenit Porta Vekovo të Veronës. Pas festës, 19 vjeçari dyshohet se u ngjit në gardhin metalik të stacionit dhe u ngjit në çatinë e një treni tregtar që ishte ndalur në shina për natën. Aty ai preku linjat e energjisë elektrike dhe u godit për vdekje nga energjia elektrike. Trupi i tij u gjet pak më vonë përgjatë shinave të trenit. Autoritetet kanë nisur hetimet për rrethanat në të cilat ndodhi tragjedia.